Pyetje, kur filloi të ekzistojë Zoti? Përgjigje, pika e parë, Zoti është pa fillim dhe pa fund, ai është vetë ekzistues dhe i përjetshëm. Eksodi 3:14. Zoti i tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Pastaj tha, thuaj u bijve të Izraelit, ai që është më ka dërguar tek ju. Pika e dytë, Zoti është ai që ka qenë, është dhe do të jetë përgjithmonë. Zbulesa 1:8. Zoti tha, unë jam Alfa dhe Omega, shkronjat e para dhe të fundit të alfabetit grek, ai që ka qenë, ai që është dhe ai që do të vijë, i plotfuqishmi. Zbulesa 4:8. 4 qenjet e gjalla kishin secila nga 6 krah dhe ishin plot sy brenda dhe jashtë. Ditë e natë ata thoshin pa pushim, i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti, Perëndia i plotfuqishëm, ai që ishte, ai që është dhe ai që do të vijë. Pika e tretë, Zoti është i pandryshueshëm. Hebrejve 1:12. Ti do t'i mbështjellësh si një mantel dhe ato do të ndryshojnë. Por ti mbetesh i njëjtë dhe vitet e tua nuk do të kenë fund. Hebrejve 13:8. Jezusi Krisht është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë. Pika e katërt, Zoti është i pavdekshëm dhe i vetmi që nuk vdes kurrë. 1 Timoteut 6:16-17. Ai është i vetmi që ka pavdeksin, që banon në një dritë të paafrueshme, të cilin asnjë njeri nuk e ka parë dhe as nuk mund ta shohë. Atij i qoftë nderimi dhe fuqia e përjetshme. Amen. Pika e 5, Zoti quhet gjithashtu Ati i përjetshëm. Isaia 9:6. Sepse një fëmijë na lindi, një djalë na u dha, qeverisja do të jetë mbi supet e tij. Dhe do të quhet Këshilltar i mrekullueshëm, Perëndi i plotfuqishëm, Ati i përjetshëm, Princ i paqes. Pika e 6, Zoti quhet gjithashtu Perëndia i përjetshëm. Ligji i Përtërir 33:27. Perëndia i përjetshëm është strehimi yt dhe krahët e tij të përjetshëm janë nën ty, ai do të dëboj armikun para teje dhe do të thotë, shkatëroje. Hebrejve 10:31. Është një gjë e frikshme të biesh në duart e Perëndisë së gjallë. Pika e 7, Zoti është Perëndia nga përjetësia në përjetësi. Psalmi 90:2. Para se malet të lindnin dhe para se të formoje tokën dhe botën, ti je Perëndi nga përjetësia në përjetësi.